edhe specialistët e agjencisë do ju Shko, skema mbështetëse e këtij viti fillon aplikimi në datën 14 prill dhe përfundon në datën 30 maj. Ky është afati i aplikimit të fermerëve për gjitha masat mbështetëse. Kuptohet masa mbështetëse janë të njëjtat masa mbështetëse që ishin, por unë do të them vetëm 2-3 rastet që kemi bën një ndryshim dhe ndryshim. Rast parë për blektorin. Në blektori, veç mbështetjes për krerë që ishte për gjedhin dhe për të dhirtat, domethënë për delet dhe për dhit, do të vazhdojmë mbështetja dhe për viçat meshkuj për mish. Është një nga kushtet e Bashkimit Evropian dhe do të mbështesim çdo viç mashkull që do të matrikullohet, që do të mbahet deri në 6 muaj, për mish me 50.000 lekë të vjetra për krerë. Pra do vazhdoj skema e mbështetjes në grup për fermerët të cilët aplikojnë, si ai që ka 5 lop, 3 lop aplikojnë bashkë me një akt marrëveshje dhe kanë një veteriner që ndjek gjithë procedurën, e njëjta gjë dhe për serat. Tani kush ndryshimi që kemi bërë një mas ndryshim tek serat. Duke parë që nga sfidat tona të Ministrisë së Bujqësisë dhe të qeverisë shqiptare, po dhe të fermerëve shqiptar, është prodhimi i produkteve të sigurta, në standard, për të konkuruar në Bashkimin Evropian, është prodhimi i produkteve në sera për me mbrojtjen biologjike. Pra, lufta që bëjnë insektet me insektet dëmtues, insektet e mirë me insektet negativ, dhe ushqimet biologjike për të prodhuar një prodhim me standard. Dhe kishim 2 mbështetje në sera. Kishim 4 milion lekë të vjetra për hektar në të dyja mbjelljet. Tani do të kemi 2 milion lekë për mbjelljen e parë, që është mbjellja masa me inputet që është fidani. Tani në mbështetja e dytë nga 2 milion bëhet 3 milion lekë për hektar për mbrojtjen biologjike, ku fermeri do të futet në skemën e mbrojtjes biologjike, ku do të garantoj gjithë procesin e mbrojtjes pa përdorur insekticide, duke përdorur formulën për mbrojtjen biologjike të produktit. Pra, do të marri 2 milion plus 3 milion, 5 milion. Por kemi bërë një gjë të veçantë. Në qoftë se në radhën e parishte duhet plotësonin 1 hektar, tani fermerët dhe për një dynim serë që do ketë, për mbrojtjen biologjike nuk ka nevojë të bëj bashkëpunim, pra do të marri 300.000 lekë të vjetra për mbrojtjen biologjike në qoftë se bëhet dhe i përfshihet kësaj skeme. Kjo mendojmë që këtë gjë ne nuk e nxorëm se e shpikëm, por kemi 3 vjet që po e ndjekim, që të bëja lushin se ka implementuar për 3 vjet këtë rast, kemi nxjerr koston sa është kosto që duhet për një dynim, për të mbrojtur dhe për të marrë ato insektet e dobishme për të luftuar dhe bërë mbrojtjen biologjike, dhe si e tillë e implementuam dhe në bashkëpunim me Gizin në 30 fermerë në gjithë Shqipërinë dhe ka dhënë rezultat mirë, ku kërkon një prodhim të cilësisë mirë dhe i ka të hapura portat në gjithë Bashkimin Evropian dhe është shumë i sigurt. Këto ishin nga disa veçoritë krahasimisht me vitin e kaluar. Kemi bërë lehtësira për sa i përket aplikimit fermerëve, nuk do të ketë vështirësi në dokumentacion, dhe më e rëndësishmja tjetër është që kemi rritur kontrollin në terren. Kontrollin në terren që nga treguesët më të mëdhenj, ku kemi kërkuar që për naftën fermerët do të sjellin fatura. Për naftën, për ata që do marrin naftën, do të sjellin faturat për pleun, për farën, për herbicidet, për insekticidet, kush janë drufrutor. Pra nuk do të marri naftë çdo njeri pse ka një dokument për tokën dhe e ka mbjell dhe ka një vend ku mbjellet toka. Pra do të dëshmoj që unë e kam mbjell tokën dhe urdhëro faturat. Jo 1 kile ple, se nuk përdoret për lulet, po ka një koeficient sa ple harxhohet për grurin, sa ple harxhohet për misrin, sa kilogram far duhet për 1 hektar. Pra ka faturat cilat janë logjike dhe shkojnë me sipërfaqen e mbjell. Dhe ky kontroll do të jetë që me gjithmonë nafta të shkojë tek ai që e punon tokën. Jo tek ai që është pronari i tokës, ai që punon tokën. Kështu që të gjitha këto masa bëjnë që kjo skemë do të jetë efektive, kuptohet në shërbim të bujqësisë krahas masave të tjera. Po ne nga debati dhe dialogu që patëm sot me fermerët, gjetëm një gjuhë të përbashkët të mirë dhe ne menduam që dhe këta na e vlerësuan këta që do aplikojnë, që këto masa që kemi bërë janë reflektimi kërkesave që kishte fermeri në terren për masat mbështetëse që bën qeveria në ndihmë bujqësisë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju.
Si që të bëj nga këto veprime. Ka ndonjë merak tjetër? Unë i kam dhënë tokën me qira Gjergjit. Gjergji ka një kompleks me lidh fora gjerë ti për të bërë. Pra ka patur raste dhe presione të tilla. Prandaj ne